Pak orë përpara zhvillimit të koncertit të shumëpritur, kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga skena ku do të mbahet eventi, ndërsa ka mbrojtur edhe investimin financiar të bërë për organizimin e tij. Në reagimin e tij, kryeministri Edi Rama e cilësoi koncertin jo vetëm një aktivitet artistik, por një mjet të rëndësishëm promovimi për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Sipas Ramës, organizimi i një eventi të këtyre përmasave përfaqëson një fushat marketingu global, e cila, nëse do të realizohej përmes metodave tradicionale të reklamimit, do të kishte një kosto shumë të lartë. Një koncert i kësaj përmase dhe i këtij artisti nuk është thjesht një ngjarje artistike, është marketing global për Shqipërinë, një reklam që do të kushtonte shumë më tepër, po të blihej në fusha ata tradicionale, edhe kjo nuk është një shpikje shqiptare, është mënyra se si veprojnë vendet më të zhvilluara të Europës, vetëm kush nuk do, se kuptojnë që ato 4 milion janë një investim i cili do të rikthehen nga mira vizitorë që në 48 orët e fundit janë shtuar në hotele, apartamente, restorante, bare, dyqane e taksi. Më shumë se 4 milion do të jenë të ardhurat që do të rikthehen edhe në vetë arkën e shtetit. Duke u përgjigjur kritikave për fondet e përdorura, ai argumentoi se investimi për 4 milion eurosh do të rikuperohet përmes rritjes së aktivitetit ekonomik që sjell fluksi i vizitorëve. Sipas tij, ditët e fundit të shënuar një shtim i pronotimeve në hotele, apartamente turistike, restorante, bare, shërbime, taksi dhe biznese që lidhen me turizmin. Ta paraqesësh një investim të tillë si para të hedhura në erë, është të mos kuptosh se të krijosh vlerë monetare nga ngjarjet kulturore e sportive, ndërkohë që e kundërta udhimi i koncertit do të ishte turpërimi i Shqipërisë dhe dëm i madh për imazhin e mezi ngritur të vendit tonë. Shqipëria nuk fiton duke u fshehur nga bota, Shqipëria fiton duke e sjell botën në shtëpinë e saj. Kryeministri theksoi se paraqitja e një investimi të tillë si një shpenzim i panevojshëm tregon mungesë kuptimi mbi ndikimin ekonomik që kanë aktivitetet kulturore dhe sportive në zhvillimin e një vendi. Ai shtoi se anulimi i një eventi të këtyre përmasave do dëmtonte imazhin e Shqipërisë dhe përpjekjet për të pozicionuar atë si një destinacion të rëndësishëm turistik dhe kulturor. Në përfundim të reagimit të tij, Rama u shpreh se zhvillimi i aktiviteteve ndërkombëtare është pjesë e vizionit për ta bërë Shqipërinë më të hapur ndaj botës, duke theksuar se promovimi i vendit realizohet duke sjellë vizitorë dhe ngjarje me jehon globale.